kam dëgjuar baballar, gjyshër, familjar, të më thonë fëmia nuk flet, fëmia ka vonesë në të folur, fëmia ka autizëm, sepse mami nuk është marrë me të, nuk i ka folur, e ka lënë gjithë ditën në telefon, e ushqen me telefon. Si psikologe dhe terapiste, pas 25 vite eksperiencë, më lejoni t'ju them që autizmi dhe çrregullimet e zhvillimit nuk shkaktohen as nga telefoni, as nga mungesa e përkujdesjes, as nga mënyra se si është rritur një fëmijë. Sigurisht që përkujdesja, komunikimi me fëmijën, lojrat me fëmijën kanë një ndikim të madh në zhvillimin e tij, por mungesa e tyre nuk e shkakton autizmin ose çrregullimet e zhvillimit. Një fëmijë me autizëm është një fëmijë truri i të cilit funksionon ndryshe. Është një fëmijë që proceson informacionin dhe mëson ndryshe nga fëmijët e tjerë. Ndaj, në vend që ta fajsojmë mamin, le t'i afrohemi duke i thënë si mund të ndihmoj. Në vend që ta krahasojmë fëmijën me fëmijët e tjerë, le ta shohim botën me sytë e tij dhe ta pranojmë. Në vend që ta ndryshojmë fëmijën, le ta mbështesim dhe le t'i qasemi për ta ndihmuar fëmijën dhe mamin e tij.